Mirë, jemi rikthyer dhe si thash, po do bisedojmë pra për hetimin e krimeve zgjedhore, dosjet më të nxehta që ka SPAK dhe unë përveç Bledar Begos dhe Igli Çelmetës kam në Skype Anëri Balën nga Ekskluzive Pikal. Anëri, shumë faleminderit. Kënaqësi. Tani nuk kam biseduar vazhdimisht në Sken Krimi me kolegë për mënyrën se si po heton SPAK krime zgjedhore, deklaratat që ka bërë Altin Dumani. Por më thuaj si po e sheh këtë histori, pra pret ke një lloj pritshmërie për mënyrën se si SPAK do t'i qaset hetimit të krimeve zgjedhore dhe do të ketë realisht një rezultat parandalues deri në datën 11 maj që vota e gjithë secili pra të shkojë atje ku duhet, e pa vjedhur, e pa korruptuar, e pa presione. Unë besoj se i vetmi institucion që ka mundësi për parandalimin kryesisht të çfarë do lloj krimi, jo vetëm të atij zgjedhor, është institucionet e policisë së shtetit. Pra efektive dhe policisë shtetit. Sado besim të japim institucionit SPAK, unë besoj se është institucion zyre kryesisht, si çdo prokurori tjetër zakonshëm, pavarësisht se ka ato agjendat e BK-s që mund të jenë terren për një, si thua, hetim apo verifikim, por gjithmonë ngelemi në kontekstin e institucionit i cili kryesisht punon nga zyra, pra mbledh propa dhe ngren një akuzë për cilin do subjekt. Kështu që në kontekstin tjetër, që mund të shpresojmë është që SPAK-u minimalisht marrin konsiderat nëse do kemi një numër të lartë të kallëzimesh për shkak të krimit zgjedhor, mund pavarësisht se kush ata më duket pozitiviste deri tani dhe e qetë. Nuk besoj përveç disa rasteve, si thua, që janë publikuar në media, që është ai rasti i Fierit, ku një person është kapur, si thua, në cilësinë e flagrancës, dhe ai është rasti Lushnjës, se thotë edhe Çelmeta, ka qenë për rast një 500 euro që u përfol. Pra të rast po flasim vetëm. Tani detajet i themi 500 euro, ne po detajet. Okej, nuk ka rëndësi, vetëm ky është. Po besoj se është rasti i flagrancës, rastet e flagrancës ndryshojnë komplet nga rastet e hetimore, pra, që mund zhvilloj prokuroria posaçme. Të tilla raste kryesisht denoncohen nga persona, sikurse edhe rasti në fjalë u denoncua nga një person ku pretendonte se ky zyrtar, ky individi po mundohet të merrte vota për një zyrtar. Kështu që në këtë kontekst kemi edhe rastin tjetër të zotit Kaplanaj, mos gaboj. Biznesmenit në Fier, që pati dhe për plasjen. Ato ishte për plasje? Ai se paqartë se s'po kuptonin tani, ose s'pak edhe nga prokuroria së posaçme nuk ishte ndonjë deklaratë ku të kuptonim nëse ishte zoti Kaplanaj që po survejoi, apo ishte dikush tjetër në si thua, një biznesmen tjetër pranë biznesit tij, për të cilën Byroja Kombëtare e Hetimit po zhvillonte një, si thua, një hetim. Në kontekst nuk e dim, nuk kemi të qartë, momentalisht zoti Kaplanaj shprehet sikur është pro prokurorisë posaçme dhe çfarë do lloj hetimi, besoj sipas deklaratave që kemi nga zoti Kaplanaj, duket më shumë sigurisht veç një si thua, konflikt nga keq kuptimi. Por do të shohim më mbrapa, se nuk është akoma e paqartë. Anëri, kur më thua që SPAK domethënë ngelet në kuadrin më tepër institucional dhe diku tjetër do duhet t'i marr informacionet, a mendon se do të jetë bashkëpunimi në nivelet e duhura midis policisë së shtetit këtë vit në raport me dhënien e informacioneve për vepra të dyshuara të natyrës krimit zgjedhor? E pret lloj bashkëpunimi të ngushtë? E para njëherë kallëzimet mund t'i bëjmë këto zyrtarët e partive, para. Ose kandidatët, ose përfaqësues partive ndryshme që punojnë për secilin kandidat në secilin qark. Unë them se ka të pamundur prokuroria posaçme edhe pse ka zbritur në çdo qark sipas, pra një prokuror në një qark, ndoshta 2 prokurorë të një qark më që është më i madh ose më problematik, por nuk besoj se SPAK-u e ka të gjithë numrin e duhur të agjentëve për të zbritur në terren, jo vetëm për të kapur krimin zgjedhor, por edhe për ta parandaluar. Unë besoj se është e pamundur, sepse organet e drejtësisë, si në aspektin e prokurorisë, nuk merren me parandalimin. Kryesisht janë organe që mbledhin prova. Nuk besoj se një prokuror i Shqipërisë mund të reagojë para se sa të ndodhi fakti penal. Kështu që në këtë kontekst janë prokurori zyrë si çdo prokurori tjetër, ata dinë bëjnë ata dhe është detyra e tyre që të zbresin terren
Ajo quhet pastaj ndërhyrje të pushtetit tjetër dhe nuk besoj se është në kontekstin më i prokurorisë posaçme, po ndoshta është një parti në vete, e cila mund të bëjë survejimin e zgjedhjeve dhe ka pas dhe ankesa për këtë fjalë. Kur ma thjeshto pak këtë, domethënë, përse do duhet ta cilësosh një prokurori në këtë rast e cila ndërmerr, le të themi, nisma për të parandaluar një krim zgjedhor? Në çfarë konteksti e thuaj që të shndrohet një lloj partie politike mund ndërhyjë në zgjedhje? Jo, nëse zbret në terren, patjetër, s'ka punë. Ka zbritur, pra i ka dërguar prokurorët në përqarqe, ka ngritur task force-ën, ka caktuar agjentët. Të zbresësh, të shkosh në qark, nuk është zbresësh në terren. Ato mund ta bëjnë nga zyra këtu, ja çojnë me email ato dokumentat, apo ku dëgjon nëse ka ndonjë kështu shërbim tyri, nëse një sistem të tyri që mund të bëjë kallëzime. Nuk ka një prokuror që mund dalë rrugëve që të kapi një person që po bën një vepër penale. Nuk ekziston në Republikën e Shqipërisë dhe në asnjë vend të botës që një prokuror të jetë i terrenit. Pra prokuroria kryesisht bashkëpunon me oficerët e policisë gjyqësore dhe kryesisht policinë. Ata në bazë të hetimeve të një pasojshëm, në bazë të indiceve të tyre, shkojnë te subjekti për të kapur faktin penal. Nëse fakti kryhet në flagrancë, besoj se e çojnë në rastin në ndjekje penale, po prapë edhe shqyrtohet nga këta prokurorë. Po nuk e bëjnë prokurorët vetë. Me qartë. Spaku, pra, Dumani mund t'i çojë edhe në hëm këta prokuror, po nuk janë astronauta, apo kanë funksionin e tyre, po prokurorët ngelen atje. E qartë. Nuk ka lidhje se ku i çon Dumani dhe kjo është talli që bëhet opinioni publik, është një të thuash që i ka zbritur në terren, si i ka zbritur në terren? Çfarë funksioni ka ai? Do vi prokurori drejt Dumani drejt si rrugëve të qytetit do thotë kujdesni ju mos vidhni votat. Nuk ka logjik zbrita në terren i prokurori. Në gjykimin tim, policia po. Policia pastaj, po, patjetër, ka OPG-ja të ndryshëm që kanë ata, por edhe sikur nuk kanë mundësi fare, po fare ta mbulojnë të 12 qarqet. Tiranën jo njërë për shkak se nëse krimi zgjedhor që ka aq i madh dhe aq i paprekshëm. Çelmeta po më nisi gjatë emisioni anëri diçka për sa i përket policisë dhe më bëri një lidhje, po mu desh ta ndërprisja për ta lënë pikërisht tu mendimin Igli, kështu që ky është momenti domethënë për të më thënë atë lidhjen që ku çalon policia në raport me këtë histori, sepse Spaku, siç tha Anëri, ka detyrë institucionale, ka të pamundur tani. Jam shumë dakord me arsëtimin e kolegut Bala. Dhe pyetja që ne do bëjmë, pra çfarë është policia e shtetit është më afër politikanëve politikës që kanë vendosur në të postë drejtuese, apo është më afër Spakut? Pra, kjo është pyetje $1 milion në hetimin e krimit zgjedhor. Policia tashmë do jetë në krah të politikës që i kanë dhënë ato postë drejtuese, apo do jetë në krah të Spakut për të hetuar krimin zgjedhor? Në parim ligjor unë them është nga ana e drejtësisë, por pastaj dyshoj për këtë gjë. Është $1 milion në vend pozit mua. Dhe dyshoj për këtë gjë, dyshoj shumë. Dhe të dalim tek ajo që lëm përgjysmë përfundimin pak më parë. E thashë në fushatë zgjedhore politika bëhet bashkë me grupet kriminale. Domethënë i shfrytëzon grupet kriminale për të marrë vota. Do të themi të vërtetën troshto e kanë treguar dosjet hetimore në prokurorinë e posaçme nga zbërthimi i aplikacionit SKA-ECC ku grupet kriminale ndërhyjnë për të vendosur dhe emrat në listë. Për një arsye të vetëm për votën. Politikanëve tonë, si Majtas dhe Djathtas, të gjithë i intereson vota dhe pushteti dhe përdoren çfarëdo lloj mekanizmi duke përfunduar deri te krimi. Dhe në momentet që krimi i shërben politikës për të marrë pushtetin, për të marrë vota, kur vjen momenti për të zgjedhur drejtuesit e policisë në qarqe, shefat e komisariateve etj, politika do vendos ato që duan ato. Dhe këto e vendos në bashkëpunim me krimin. Pra krijohet një trinom i përbashkët, politik, krim dhe policia e shtetit. Dhe çfarë do bëj Spaku i vetëm, siç thotë kolegu Bala, ku Spaku më shumë veprimet i ka në zyrë, duhet të jenë efektivet e policisë së shtetit, oficerët e policisë kriminale që do jetojnë krimin zgjedhor të shkojnë në terren, se krimi zgjedhor do e faktosh në terren. Me agent të stimuluar etj. Kush do hetoj krimin zgjedhor? Ato 50 hetues të BKH-s që rrallë dalin në terren dhe kur dalin në terren krijojnë konflikte dhe bëjnë çuditëra dhe nuk i thon minimumi, nuk i thon në rastin e zotit Kaplani, nuk i jep shumë drejt zotit Kaplani. Paktën thuaj që po kryejm një hetim, si mund të shkosh tjetër tek prona private, disa herë pa i treguar se çfarë po bën. Duke ngritur dronë për pronë private. Kushdo me qenë edhe ti dhe unë, me qenë marr dikush më ke shtëpia ime, te prona ime private, më ngre dronin si për banesë, patjetër nuk e lejoj të shkoj të them kush e dua një sqarim.
sepse ato kanë qenë edhe civil, nuk kanë qenë me uniform. Prandaj dhe më bën të dyshoj që krimi zgjedhor do goditet siç pak trumbeton apo institucionet e drejtësisë. Mendoj që do ketë goditje të vogla sa për statistikë për të shënuar me listë në numra 1, 2, 3, 4, 5, do plotësojnë numrin dhe do thonë që goditën krimi zgjedhor, kishim zgjedhje të lira dhe të ndershme, kush tentoi të blejë dhe të shesë vota u goditën, me disa raste sporadike, nëse do shkoj shumë lart tek politikanë të rëndësishëm, tek kandidat e tjerë që mund të jenë të përfshirë në shitblerje votash dhe krim zgjedhor, atëherë do të themi bravo Spaku që e kreu punën siç duhet. Qartë. Faleminderit Ikti. Bego, më duket se të tre po mundani të njëjtin mendim. Është e vërtet kjo? Do të bëj një plotësim tash si rregull, opozita kapet gjithnjë duke blerë ose duke shitur zgjedhje, të pakën deri më sot shumë vërtet. Është më inkriminuar? Po patjetër. Edhe grupet kriminale gjithnjë kanë treguar që lëvizin sipas pushtetit. Kemi pafund shembuj të tillë. Sa i përket shprehjes se mund të zbresi Spaku në teren, në fakt, mendoj që më tepër ka një kuptim figurativ për të treguar gatishmërinë e tyre për ngjarjen, sesa mund të zbresin në teren në atë kuptimin e parë të fjalës të shkojnë në çdo qendër votimi. Siç e kemi thënë, ata marrin informacion nga subjektet elektorale, nga qytetarët, nga punonjësit e policisë që kanë për detyrë parsorë, nga çdo njeri. Por nuk është pasens që të shkojnë në atë vend ngjarje ku mund të kenë informacion që ka ndodhur një fakt penal. Por do jetë një rast i izoluar, pasi duke qenë se mund të ketë pafund qendra votimi ose qendra numërimi, sepse procesi do jetë i zgjatur, nuk do të ndodhi vetëm atë ditë që është ditë e votimit. Do ndodhi edhe pas me numërimin e tjera. Pra do jetë një proces i zgjatur. Kështu që kjo është kuptimi figurativ për të treguar gatishmërinë e tyre më tepër se sa për të shkuar me këmbë aty tek një qendër. E ka bashkëpunimin e policisë? Spaku në këtë histori? Qoftë edhe do ta nismë deklaratën e zotit Dumani para disa ditësh në prezantimin e raportit vjetor të Spakut. Çfarë për policinë? Që ka shumë pak referime nga policia e shtetit. Mund të jetë një mesazh nga larg edhe për krimin zgjedhor. Drejt policisë së shtetit që duhet të bënë më shumë. Të varet se si është bashkëpunimi, pra do të jetë bashkëpunim real, i drejtë, edhe i apo statistikor po thua. Jo subjektiv. E qartë. Mirë, faleminderit. Si e shikon këtë histori se Igli e ceku pak anëri, që edhe vetë Altin Dumani, unë e kam pasur dhe insert, po për shkak të kohës do ta eliminoj, që Altin Dumani në një konferencë të pak ditëve më parë deklaroi që ka shumë pak referime të veprave penale nga institucioni, pra nga organizata e policisë së shtetit në raport me SPAK. Si e shikon deri në finale bashkëpunimin? Pasi përflitet që në anën tjetër ka pasur edhe një përplasje mes drejtorit përgjithshëm policisë shtetit dhe ministrit të brendshëm që ka lindur pikërisht për shkak të zgjedhjeve. Është në kontradikt Andi, e di pse është në kontradikt. Tani unë besoj organet e drejtësisë kryesisht, jo si i besoj tek as profesionalizmi, se të paktën e njoh shumë mirë gjithë këto vite, e di se si punojnë, por duhet t'i jap besim, por ka një problem shumë të madh, sepse këta janë kontradikt, sepse para njëherë vetë zoti Dumani thotë që krimi, në paktën kur ka dalë në kuvend atëherë mbaj shumë mirë që thonë që krimi në Shqipëri është krimi intelektual, nuk është më i krimi ordiner që vidhen ca pula dhe i çojnë i hangta, i pjekin dhe i hang. Tu është krimi intelektual që i bën si bazisë ndikur. Kamuflimit të paras, paranë pisët e vendosin në prestanome, pra në emra të tjerë, kështu që në këtë kontekst e vendosin në llogaritë tjera bankare përmes familjarëve të tyre. Jo se është i pamundur. Çfarë duhet vetëm vullnet. Mjaft që të hysh këtu diçka të duhet, drejtoria pastrimit parave, 1, 2 të duhet hetimi tatimor, ose tatimet, më saktë, kesh akses në tatime, dhe kadastra, se si është shkolla e fare. E para njërë tek kadastra nxjerr pemën familjare, se ku janë prona. Pra për shembull, tu dalin familjarë që kanë nga 30 prona, ajo nga shketa gjithë jetën pa punë, pensioniste 90 vjeç del me 30 vila luksoze. Tek tatimet e merr vesh nëse këto kanë ardhur apo jo, për shkak me fjalë sipas një të ardhurave të rregullta apo jo, dhe nuk ka nevojë për asnjë gjë në botë tjetër, as për polici dhe as për asnjë gjë. Mjaft që të ketë vullnet. Kështu që kur thuaj krim intelektual, do pranosh që policia nuk të dublon dot. Pra, sepse edhe Dumani nuk ka thënë vetëm për rastin e policisë, por ka thënë edhe për rastin e institucioneve ose këto, si thuash,
auditet që janë brenda institucioneve qeveritare kryesisht, më fal, deri tani në rastet kur vetë Spaku në gjithë çështjet e tyre, pjesën më të madhe, Ilir Beqi në arrestoi për sa Spaku, nëse kapi as për sterilizimin dhe as për check-upin. Erion Velia kapi për mbathjet e gruas, mbathjet e gruas, se i futën hetimet pasuror, nuk i kapi as për 5 dëm sikur se pretendoi dhe as për inceneratorin, pak nga retorika e publike që kemi dëgjuar deri tani. E shumë raste tjera që nuk janë qëndësishme t'i përmend të gjitha. Arbena Medhaj nuk e kapi as për incenerator, as për asnjë gjë, po prapë për vibrator e kapën. Dhe vilat, se si kishte marrë një 2 vila, se si kishte edhe në këtë kontekst. Pra deri tani është bërë hetim pasuror. Hetim pasuror t'i bëj një lypsi aty poshtë lagja e nxjerr me probleme. Sepse këta të gjithë kanë funksionuar bashkë, ta lidhet shumë mirë, por këtu nuk ka vullnet. Në këtë kontekst zoti Dumani nuk ka sepse nëse këtë punë mund ta bënte edhe policia, unë besoj se do t'i dublonte prokurorin posaçe. Ama do t'ia themi, pra zoti Dumani do të jetë më i qartë. Më saktë do të thotë që kush ka rastet që nuk policia nuk i referon? Kush ka rastet ku policia e pengon? Nuk mund thua është i fut një përgjithshme ti që ata s'na begenisin. Jo, zotëri, se është përdorim detyre, i ke çoj dhe ata para drejtësisë, edhe ata zyrtar të lartë, mund t'i marrësh dhe ata. Atë tuti pse s'begenistin? Merr drejtorin e përgjithshëm policisë, e gjithë me radhë, gjithë kupolën. Si mund të thuash ti këtë? Ama nëse policia nuk dublon dot rolin e Spakut, atëherë këtu s'kemi asnjë problem. Në këtë kontekst paktën si e shoh unë ose paktën si e kuptoj unë sepse edhe deklaratat janë pa qarta. Faji është i prokurorisë posaçme, se është prokurorisë posaçme, se gjithmonë ka bërë rolin e PR-it. Na është këtu në agjenci PR-i, që gjithmonë deklaratat i jep përgjysmë në interes si thua të opinionit ose të imazhit të institucionit saj. Por kjo është e pisët nga ana e prokurorisë posaçme, do të jetë më e qartë, sepse ti s'mund të kërkosh as institucion shtetëror që zbulojnë për shembull një skemë siç është e 5D-s, që janë disa drejtorë që kishin hapur kompani në emra të tjerë dhe me këto bënin allëzhverishe. Po, do ta zbuloj Spaku, se pra atëherë pse u ndërtua kjo strukturë, pse i paguajmë këtë strukturë? Ama ka dhe raste që mund t'i referojë policia, po ato bëj publike. Thë 1, 2, 3, 4, 5, merr veprime, zbulo faktin penal, merr veprime kundër policëve të korruptuar ose kush është kupola e korruptuar, pushtetarët të lidhur me këto, por nuk ka vullnet nga asnjëra palë. Kështu që Spaku deri më tani, përpos dashurisë që ka opinioni publik se po dënon politikanët e korruptuar, unë po them dënimet janë të vakta dhe e kam thënë gjithmonë. E para janë shumë të vakta, asnjëherë nuk e kanë kapur subjektin për atë që duhet ta dënonin ose për atë cilën u ngritën akuzat, gjithmonë ka devijuar. Në këtë kontekst besoj se puna e Spak deri tani çalon. Nuk po them e përgjithshme, është tjetër gjë pastaj, po në gjykimin tim nuk është e kënaqshme. Do të ketë bashkëveprim dhe bashkëpunim edhe me institucionet e tjera, sigurisht, por kjo gjë nuk ndodh. Atë na serve Spaku pse nuk na ndodh. Pyetja e fundit shkurtimisht, Anri, për të mos marrë më shumë kohë sepse të ka marrë leje vetëm për 20 minuta. Pret do një goditje para apo pas zgjedhjeve në këtë periudhën e shkurtër, 1 apo 2 mujorëshe? Para asgjë s'bëhet fjalë sepse sinjalet janë shumë të qarta. Për sa kohë gjykata e posaçme nuk po merr asnjë vendim për zotin Berisha, që ka 6 muaj që nuk nuk dim më çfarë të themi për zotin Berisha, për i dosje që i ka kalu të gjitha afatet. Pra këta gjishin dhe fajin e drejtojnë të tjerët, por asnjëherë te vetja, mas 6 muajsh në një gjyq paraprak për saktuar nëse dosja Partizanit do shkojë apo s'do shkojë në gjyq, dhe kjo është e turpshme. Nëse nuk kanë provat e mjaftueshme për të dënuar zotin Berisha, është akoma më e turpshme. Në qartë. Nëse ata dështojnë, për mendimin tim, nëse dështojnë në rastin Berisha, minimal, vetëm fillues se kanë për dështuar për raste të tjera, dhe unë jam shumë i sigurt që gjykata minimalisht nëse gjykata e Shqipëri që janë nën varësi ose nën përgjim sa herë ti doj Spakut dhe nën thundrën e Spakut, nën frikën e Spakut, unë besoj se gjykatat europiane ose gjykata e Strasburgut do përgjigjen në gjykatat e njerëzit, pra do përgjigjen pozitivisht për disa persona për cilët Spaku ka bërë disa shkelje të rënda procedurale. Pra, ne do e shikojmë bazjetet e më falë Andi dhe e mbyllëm, nëse Spak dështon me çështjen me dosjen Berisha, Spaku ka dështuar për më ka rënë. Ata do të marrin të gjithë pushim, le të na lënë te prokuroria e përgjithshme gjykimin tim, sepse ai besoj se për Dumanin ai ka qenë më saktë dosja e karrierës. Nëse dështojnë për atë, kanë dështuar për të gjitha profundisht.
Faleminderit shumë Anëri, shkurtimisht dy të ftuarve nga një pyetje Beko për diçka në këtë periudhë, krahas krimeve zgjedhore. Në rast se ke fjalën për arsimime politike, mendoj që jo, pasi do të cënonte procesin zgjedhor. Patjetër që ata kanë plan të bëjnë, jo se prokuroria vepron me një program, pra që nuk duhet të bëjmë sepse janë zgjedhjet po ose jo. Por në këtë situatë të mbartur dhe prokuroria është një institucion që është shumë në presion nga politika, siç doli edhe nga bisedat dhe siç ka dalë më parë dhe nuk kanë të lehtë që të veprojnë. Prandaj edhe këto raste zvariten kështu dhe procedohet në formë të tillë. Prandaj është më mirë që ato të jenë çik të matur në këtë periudhë, të bëjnë kujdes të punojnë më shumë me hetimet dhe do kenë raste të tregojnë. Faleminderit Beko. Ili, për diçka? Jo, mendoj deri në përfundimin e zgjedhjeve nuk do ketë goditje nga prokuroria e posaçme. Por pas zgjedhjeve pres goditje nga prokuroria e posaçme në një formë do të thojë në thonjze presioni edhe ndaj politikës për shkak se SPAK-u ka dhe problemet e saj brenda saj, siç është mandati i prokurorëve, i cili mandati 9 vjeçar i përfundon, kërkon që ta bëjmë në tretë rikandidimi, po ashtu dhe mandati i kreut të SPAK ku i përfundon në nëntor të këtij viti. E qartë. Faleminderit shumë. Që ta rinovojmë, s'bëhet fjalë fare. Është kategorikisht e mbyllur ky sapi sepse Berisha është kundra i parë njëherë. Po duhen 94 vota, e vërtet. Por kjo është hall shumë i rëndësishëm për prokurorinë e posaçme, duhet ta themi. Edhe është e vërtet dhe ka referuar edhe vetë zoti Dumani. Unë do doja, sinqerisht po ta them, e kam thënë dhe vazhdoj të them. Unë dua që prokuroria e posaçme ta vazhdoj punën e saj. Unë jam pro organet e drejtësisë. Prokuroria do vazhdoj punën, po do jenë prokurorë të rinj ato që do vijojnë. Jo këta, nuk e kam për këtë, ama prokurorët do të kenë një llogaridhënies. Vetëm prokurorët në Shqipëri nuk japin llogari kund. Pra, i shkelin standardet sa herë duan, e shkelin sa herë duan kodin procedurës penale dhe përgjegjësi nuk ka fare. Pra, me këtë nuk janë dakord. E drejtë, të kuptoj. Faleminderit shumë Anëri Bala nga Ekskluzive Pikale, vlerësoj shumë mendimin që ndave në këtë pjesë. Bled Beko, faleminderit shumë për gjithë informacionet që ndave sot në Sken Krimi. Si dhe Ilir Çelmetash, faleminderit, fantastik si gjithmonë informacione përsa i përket krimit, mënyrën se si e ndjek policinë dhe mënyrën se si ti qëndron ngjarjeve edhe pas i ikën policia. Se bën vaki gjen edhe prova të tjera aty që nuk i gjen ata. E vlerësoj shumë. Faleminderit shumë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur të nderuar teleshikues. Shpresoj shumë që të kemi dhënë informacione të vlefshme përsa i përket ngjarjeve kriminale, po ashtu edhe në raport me drejtsinë. Ne do të shihemi të mërkurën në orën 21. Natë e mirë.